Përshëndetje të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Tubim masiv në sheshin Skënderbej në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Protesta bashkon mijëra qytetar nga të gjitha trevat përfshirë edhe personalitetet e njohura shqiptare bëhet thirrje për drejtësi për çlirimtarët. Tirana mirëpriti forumin e investimeve Shqipëri-Turqi, ku janë mbledhur 1500 pjesëmarrës përfaqësues të dy qeverive, investitorë dhe sipërmarrës. Rama theksoi se shkëmbimet tregtare mes dy vendeve kanë shkuar mbi 1 miliard euro. Kryetari demokrat Berisha deklaroi se mbarimi i mandatit të anëtarës së gjykatës kushtetuese Sonila Bejtja është një puç kushtetues. Ai akuzoi qeverinë se ka kampur sistemin e drejtësisë në vend. Hidhet në erë makina e gazetarit italian të Rai 3 Sigfrido Ranucci dhe ajo e vajzës së tij, eksplozivi shpërtheu në mjetet e parkuara para shtëpisë. Gazetari investigativ është shprehur i tronditur për ngjarjen. Fitoret ndaj Serbisë dhe Jordanisë ndikuan pozitivisht për kombëtarët shqiptare dhe në renditjen e FIFA-s, ku qezinjt kanë përmirësuar 5 pozicione dhe tashmë ndodhen të 61 në botë, ngjitje me 7 vende edhe për Kosovën. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Sot në orën 17 mbahet protesta mbarkombëtare në sheshin Skënderbej në Tiranë në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës që ndodhen në Hag. Shumë shqiptar protestojnë në kryeqytet për të kërkuar drejtësi. Nga Gjilani, presim që përkrohen fuqimisht ata që i kemë në Hag që sollën lirinë e Kosovës. Menojmë se atje mohon pa drejtësisht dhe ata janë forca dhe liria e popullit. Na për atë jemi dalë këtu, do të vazhdojmë prapë, po Evropa i dënon ata, nuk i dënon Shqiptaria. Ata Evropianë duhet ta dinë se shqiptarët nuk po i dënojnë, po i dënon Evropa, politika shqiptare i mbështet. I ka mbështet edhe i mbështet mjaftu shumë. Presim që të na lejohen çlirimtarët. S'do të ndalen deri fitore, deri se Europa na ka borxh neve. Edhe më herët na kanë bërë pa drejtësi. Nuk do të lëmë Evropën me lujt me neve më. Kjo protest të shkon në Evropës sa më shumë pak presion për të na çliruar çlirimtarët. Për mos bëhet lufta me shenjë, se është kanë luftë e drejtë. Jo bashkëmjaftueshëm, jo, ka nevojë më tepër, por shoqëroj që ja kënis. Mendimi im është pozitiv që ja kënis me po proteste, se o do të më herët, çështë se moti. Neve kemi ardhur nga Zvicra, nga Berni, jetojmë atje, kemi ardhur këtu për pushime dhe kemi planifikuar me ardhur këtu në protestë. Nëpërmjet pjesëmarrjes tonë në protestë, ne japim një mesazh shumë të qartë që gjykata në Hag është gjykatë politike, nuk është gjykatë faktike. Pastaj nuk bazohet në asnjë krim që ka ndodhur apo që mund të ketë ndodhur nga ushtarët e UÇK-s. Personat që mbahen atje në Hag janë të pafajshëm. Drejtësia duhet të mbijetojë sa më parë. Nuk është bërë absolut mjaftueshëm nga asnjë politik, sikur në Kosovë, sikur në Shqipëri. Se edhe kjo protestë është një mesazh në fakt për gjithë politikanët si të Kosovës ashtu edhe të Shqipërisë që të bëjnë më shumë. Jeni nga Kosova? Nga Kosovës, jena ardhur në Paris i prom. Çlirim sa më të shpejt për çlirimtarët që janë peng që 5 vjet, edhe bashkim kombëtar sa më shpejt inshallah. Populli po qeveria hiç kurçu. Qeveria kurti zero. Inshallah jetë sa më shpejt më kurs kthehet. Le për ata pas për Kosovës kanë bukurçu. As një gërsa kanë vu kërkut. Unë jam këtu në Tiranë. Do merrni pjesë protestot? Sigurisht që do marrë pjesë, dhe jemi të dy jemi përfaqësues të shoqatës drejtaria shqiptare që përfaqësojmë gjithë ish ushtarakët që kanë shërbyer në flotën luftarake drejtare shqiptare. Ne duam vetëm bashkim vllazërim midis gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Kudo që të ishim, krahët e Shqiponjës do merrim dhe do vinim këtu. E morëm vesh, edhe dje kam përfunduar këtu. Nga New Yorku, ne kërkojmë drejtësi, lirim për çlirimtarët e Kosovës. I gjithë kombi shqiptar është një dhe vetëm një kudo që të jetë. Liri për ata burra që dhanë
më të mirë të mundshme për çlimin e Kosovës. Shumë qytetarë u nisën nga qytetet të ndryshme të Kosovës drejt Tiranës për të marrë pjesë në proteste në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s. Qysh në orën 9 të mëngjesit, qytetarët të Prishtinës kishin nisur të mbledheshin te Pallati i Rinis në vendin ku në mënyrë të organizuar do të niseshin për në Tiranë për të marrë pjesë në protestën gjithkombëtare në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nisja u bë pak pas orës 10, ashtu edhe siç ishte planifikuar. Qytetarët besojnë në pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-s dhe shfaqin shpresën se në fund do të dalin triumfues. Besoj në pafajësinë e tyre, ju padrejësia më e madhe civilizon botë aty ne ju kanë bërë. Kjo protestë është thirrje që është për drejtësi për neve, për popullin shqiptar, të gjithë popullin shqiptar. Jo vetëm Kosovë, por të gjithë popullit shqiptar, për të rishkruajnë ata arta që janë UÇK. Padrejësia që u bë këty në ushtrisë çlirimtare tore atje, pse ata po shkojmë edhe na. A besoni që janë të pafajshëm? Po, të pafajshëm. Organizime të tilla ishin bërë pothuaj në të gjitha qytetet e Kosovës, ku 60 autobus u nisën drejt Tiranës. E kjo ishte atmosfera brenda autobusëve gjatë rrugës për në Tiranë. Nuk munguan as udhëtimet individuale. Makinat dhe autobuset në rrugën e kombit që ja kishin mësyrë Tiranës ishin pothuaj të gjitha të zbukuruara me flamurin kombëtar dhe simbole të UÇK-s. Presidenti Bayram Begaj priti në takim kreun e BDI-s Ali Ahmeti, i cili ndodhet në Tiranë për të marrë pjesë në protestën drejtësi për çlirimtarët. Kreu i Shtetit theksoi se tubimi i sotëm krah veteranëve në Tiranë dëshmon mbështetjen unanime të shqiptarëve ndaj luftës së drejtë për çlirimin e Kosovës. UÇK-ja bën krenar çdo shqiptar. Ajo është pjesë thelbësore e historisë sonë sepse bëri një luftë të drejtë ndaj padrejtësisë shekullore, tha presidenti Begaj. Sali Berisha shprehu bindjen se ish-komandantët e UÇK-s janë të pafajshëm. Ai deklaroi se Edi Rama me aktet e tij është po aq armik ndaj Kosovës sa është edhe Vučić. Unë përshëndes veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për lëvizjen e tyre në të gjithë djenin time, ndjekjen time. Nuk kam parë mirë absolute asnjë fakt që të provojnë asnjë akuzë për të cilën janë arrestuar dhe mbahen në arrest ish udhëheqësit e luftës dhe udhëheqësit politik me vonë të Kosovës. Asnjë. Dhe unë uroj me zemër që ajo gjykatë të shpallë pafajësinë e tyre dhe kthimin e tyre në vendin e tyre. Përdorimi për qëllime politike i procesit është i makabritet. Edi Rama u tërhoq, por unë kam këtu dëshmit që ai ishte parashikuar të fliste një orë, mbi një orë. Refuzimi që i bën dje votimit të rezolutës për genocidin serb ishte akt i pashemullt në radhë parë në rrafshin njerëzor. Në muret e Kostë Parlament do të shkruhet me germa të zeza si akt më armiqësor i Parlamentit ndaj kombit shqiptar. Tirana mirëpriti sot forumin e investimeve Shqipëri-Turqi 2025, ku janë mbledhur 1500 pjesëmarrës përfaqësues të 2 qeverive investitorë dhe sipërmarrës aktivitetin e përshëndeti dhe kryeministri Edi Rama me anë të një video mesazhi, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve.
Tirana mirëpriti forumin e investimeve Shqipëri-Turqi ku ishin mbi 1500 pjesëmarrës, përfaqësues të dy qeverive, investitorë dhe sipërmarrës. Aktivitetin e përshëndeti dhe kryeministri Rama me anë të një video mesazhi, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Ai solli në vëmendje objektivin e përbashkët me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, një dekadë më parë, ku synoi dyfishimi i shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve. Rama theksoi se ky objektiv tashmë është e kaluar. Sot kemi shkuar për te. Nga 250 milion euro në mbi 1 miliard vetëm në 9 muajt e parë të këtij viti. Nga 300 sipërmarrje me kapital turk në mbi 1000 sot. Nga disa qindra punonjës në 15.000 të tillë që punojnë në sipërmarrjet turke në vendin tonë. Kryeministri theksoi se vendi ynë nuk është më një ishull i mbyllur si dikur, por një vend i hapur dhe mikpritës, një ishull i bukur në mes të Europës kur investimet shumë fishohen në pak vite. Ai theksoi se qeveria shqiptare është më shumë se sa një qeveri mike, është një partnere strategjike e një aleancë të fortë me Turqinë, e gatshme të mikpres, të dëgjojë dhe të garantojë çdo investim që kthehet në histori suksesi. Ura që sot lidh Stambollin me Tiranën është më e fortë se kurrë. Ura që sot lidh Turqinë zyrtare, Ankaran me Tiranën zyrtare është më e fortë se kurrë. Një urë që bashkon dhe që e bën më të shpejt dhe e bën më të lehtë. Edhe lidhjen e lindjes me Perëndimin përmes korridorit të 8 dhe portit të ri të Durrësit, por njëkohësisht që lidh historinë me të ardhmen, që lidh shpresën me mundësinë, që lidh reflektimet e të shkuars me ambicien për të nesërmen. Zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku u ritheksin të lehtësirat fiskale që Shqipëria ofron për investitorët e huaj. Ne jemi një vend me një kuadër fiskal ndër më të favorshmit në Europë, me përfitime shtesë për të gjithë investitorët e huaj apo sektor të rinj si turizmi, energjia, teknologjia, bujqësia dhe industria, ku aplikohen përjashtime nga taksat apo lehtësira të tjera tatimore. Për shembull, në sektorin e IT-s apo prodhimit të softwareve, Shqipëria aplikon 5% taks mbi fitimin ose përjashtim 15 vjeçar nga taksa për bizneset e shtrira në parshet teknologjike apo ato shkencore. Ky forum biznesi mes Shqipërisë dhe Turqisë nxit investimet në sektorët si turizmi, bujqësia, ndërtimi dhe teknologjia. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku propozoi në Bruksel ndërtimin e një arkitekture mbrojtëse për kontinentin e vjetër. Ajo ju referua sulmit kibernetik nga Irani ndaj vendit tonë si dhe rreziqeve që paraqesin për Ballkanin Perëndimor shtete si Rusia dhe Kina. Në forumin me miqtë e Evropës në Bruksel, numri 2 i qeverisë shqiptare Belinda Balluku ju referua sulmit kibernetik nga Irani ndaj vendit tonë 3 vite më parë. The war is not anymore only conventional. Dua të përmend faktin që tashmë luftrat nuk janë vetëm konvencionale. Në verën e vitit 2022, Shqipëria u godit nga Irani me një sulm brutal kibernetik. Ne nuk duhet që të harrojmë në asnjë moment se demokracia dhe paqja nuk janë të përhershme. Ato mund të dëmtohen dhe shkatërrohen në çdo moment, pa u angazhuar ushtrit, pa angazhuar uniformat dhe pa u angazhuar në fushën e betejës konvencionale. Është e lehtë të përdorësh një terrorist të talentuar kibernetik që vepron nga një dhomë nëntoksore të sponsorizuar ndonjëherë edhe nga qeveritë, siç është rasti i Iranit. Ata mund të godasin thelbin e jetës së një vendi. Balluku theksoi se ndërtimi një arkitekture mbrojtëse për kontinentin e vjetër është hapi më i rëndësishëm për sigurinë në të ardhmen. Building today a defense architecture. Projektimi i arkitekturës së re mbrojtëse të ndërtuar në plan afatgjat është një zgjidhje për të ardhmen duke luftuar terrorizmin dhe imperializmin e Rusisë. Në Ballkanin Perëndimor, siguria energjetike është pjesë e mbrojtjes sonë, sepse pothuajse të gjitha vendet përveç Shqipërisë, para së gjithash, janë të ekspozuara ndaj gazit rus. Shqipëria nuk ka qenë e ekspozuar ndaj kësaj situate, duke prodhuar 100% energji të rinovueshme.
Sipas Ballukut, në fushat të caktuara kritike teknologjike, Shtetet e Bashkuara janë më të përparuara se shtetet evropiane. Ajo u ndal edhe tek rreziku që vjen nga Kina. China have a very important role of mining the democracy. Edhe Kina ka një rol shumë të rëndësishëm në minimin e demokracisë. Ata janë shumë më të zgjuar dhe dinakë se sa rusët. Shqipëria e njeh shumë mirë kulturën kineze, sepse kemi qenë miq të ngushtë përgjatë sistemit komunist. Ne kemi nënshkruar me Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës një marrëveshje dhe ne zyrtarisht bllokuam çdo lloj investimi nga Kina. Asnjë kompani kineze nuk është e mirëpritur në Shqipëri në investimet kritike në infrastrukturë. Zëvendës kryeministja shqiptare paraqiti si rast të dinakërisë kineze faktin që ata kanë arritur të marrin me koncesion të gjitha autostradat në malin e zi 10 vite më parë dhe ende po bllokojnë korridorin e 8 në pjesën e Maqedonisë së Veriut. Kryetari Demokrat Sali Berisha deklaroi se mbarimi i mandatit të antares së gjykatës kushtetuese Sonila Bejtja është një puç kushtetues. Ai akuzoi qeverinë se ka kapur sistemin e drejtësisë në vend. Pas vendimit për të ndërprerë mandatin e antares Sonila Bejtja, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar gjykatën kushtetuese se nuk respekton ligjet. Teksa e cilëson këtë vendim si një puç kushtetues, Berisha nuk i kursen akuzat ndaj kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Gjykata kushtetuese vendos, duke shkelmuar mbi ligjin e vet, shpall ndërprerjen e mandatit të saj. Gjykata kushtetuese bëhet notere e një seri veprimesh antikushtetuese të eksponentit më kryesor të mafjes në drejtësinë shqiptare me emër Sokol Sadushi. Berisha thotë se Sonila Bejtjes ju ndërpre mandati, pasi nuk ishte nën kontroll të kryeministrit Edi Rama. Zonja Bejtja ishte një zë i pavarur, një zë që nderonte parimin themelor të një sistemi. Ata që mendojnë se këtu po bëhet avokati politike gabojnë rënd, jo, po bëhet avokati për kushtetutën. Kryetari i Partisë Demokratike ju rikthye akuzave ndaj presidentit Bajram Begaj, për të cilin thotë se ka shkelur kushtetutën duke punuar në një klinikë private si mjek. Është turpi turpeve për çdo vend të botës, presidenti që në çdo vend të botës kushtetuta e ndalon të ushtrojë asnjë detyrë tjetër, publika apo private përveç asaj të presidentit, dhe ky ushton detyrat e xhepit, shkon dhe punon në privat, i bëj thirrje urdhrit të mjekut, t'ja heq me njërë diplomen. Kreun e shtetit e paralajmëroi se do të ndiqet penalisht, ndërsa i kërkoi që të jap dorëheqjen. Sigurisht, të gjitha këto do i rënditën në dokumenti impeachment, dhe ai do shkoj, edhe kjo që ka bërë për gjyqtaren Bejtja, dhe ai do ipet për ndjekje penale. Por, unë e ftoj prap të reflektoj, të largohet me njërë nga ajo detyrë. Kryedemokrati thotë se Partia Demokratike do të vijojë të denoncojë të gjitha shkeljet kushtetuese që sipas tij po bëhen nga presidenti Begaj dhe kryeministri Edi Rama. Në fundjavë, moti do të jetë i paqëndrueshëm dhe me reshje shiu, sinoptikanët parashikojnë përmirësim të kushteve nga e diela pas dite. Për gjatë 24 orëve në vijim, vendi ynë do të dominohet nga moti i paqëndrueshëm, ku do të ketë her pas here reshje shiu sipas sinoptikanëve. Parashikohet që pjesa e dytë e ditës të sjellë një zhvillim të vrazirave kryesisht në veri, ku do të ketë rreshje shiu. Parashikohet që edhe Tirana të ketë momente të caktuara me reshje. Nuk mund të them që zonat qendrore duke përfshirë kryeqytetin gjatë këtij episodi të jetë problematike. Tirana gjatë gjithë këtyre ditëve, pra edhe sot edhe nesër, duke qenë se qëndrojnë në reshjet, do ketë reshje shumë të pakta. Pas ditën e së dielës, pritet të ketë një përmirësim të konsiderueshëm të kushteve atmosferike. Parashikohet një situatë falimtare duke filluar që nga pjesa e dytë të dielës, ku kemi edhe largim të reshjeve. Nëse flasim për temperaturat, janë 24-25 gradë tipike të tetorit. Fundjava do të ketë edhe erë me shpejtësi mesatare sipas sinoptikanëve, por pa shkaktuar probleme as në tokë dhe as në det të hapur. Ngroja globale reflektohet edhe tek shkrirja e akllunajave, sipas ekspertëve, vetëm në 10 vitet e fundit ka humbur 1/4 e vëllimit të akllunajave në Zvicër.
Ndryshimet drastike të motit janë kthyer në një problem global. Sipas shërbimit zvicerian të monitorimit të akullnajave, akullnajat e Zvicrës janë shkrirë ndjeshëm gjatë 12 muajve të fundit, duke shënuar reduktimin e 4 më të madh të vëllimit të akullit të regjistruar ndonjëherë. Një dimër me pak reshje bore, veçanërisht në pjesën verilindore të Alpeve zviceriane, i ndjekur nga temperaturat të larta në korrik dhe gusht, rezultoi në humbjen e 3% të masës totale të akullnajave. This year the glaciers lost 3% of Këtë vit akullnajat kanë humbur 3% të vëllimit. Kjo është vërtet shumë. Megjithatë, nuk është si në vitet ekstreme të vitit 2022 dhe 2023, por për shpejtimi i shkrirjes së akullnajave është në rritje. this trend of accelerating glacier melt. Nëse shikojmë vetëm 10 vitet e fundit, kemi humbur 1/4 e vëllimit të akullnajave zvicerane në 10 vjet. Kjo është vërtet shqetësuese. Of the Swiss glacier volume in 10 years. And this is really worrying. Akullnaja e Ronos, dikur më e madhja në Europë, është kurrur me shpejtësi, duke humbur mesatërisht rreth 1.5 metra trashësi këtë vit. Sipas grupit monitorues, rreth 100 akullnaja në Zvicër janë zhdukur midis viteve 2016 dhe 2022, dhe parashikoi që shumica mund të zhduken deri në fund të shekullit. The retreating of glaciers has a series of impacts. Është padyshim shqetësuese. Tërheqja e akullnajeve ka një sër ndikimesh, duke filluar nga rreziqet natyrore te disponueshmëria e ujit dhe rritja globale e nivelit të detit. Dhe nëse akullnajet zhduken plotësisht, kjo ndryshon pamjen e Alpeve dhe ka shumë ndikime negative që janë shqetësuese për njerëzit që jetojnë në male, por edhe në të gjithë botën. For people living in the mountains, but also worldwide. Raporti zbuloi se akullnaja Silvreta në Zvicrën verilindore pati një shkrirje të madhe të akullit pas sasisë më të ulët të reshjeve të borës që nga fillimi i matjeve rreth 100 vite më parë. Sipas ekspertëve, tkurrja e akullnajave shkakton destabilizimin e maleve. Sensor molekular që reagon në kontakt me virusin dhe shfaqet përmes aromës nëse jemi të prekur nga gripi. Kjo metodë e shpejtë e zbuluar në Gjermani e thjesht dhe pa efekt anësore pritet i nënshtrohet testeve klinike së shpejti për t'u hedhur për përdorim masiv. Të zbulosh dhe kuptosh që ke virusin e gripit para shfaqjes së simptomave. Ky është hampi i radhës se një grup i punë gjerman që kanë krijuar një sensor molekular që zbulon praninë e virusit dhe çliron menjëherë një molekulë aromatike lehtësisht të kuptueshme në gojë. Kështu kanë zhvilluar një çamçakës të cilit i është aplikuar sensori molekular i cili në kontakt me pështymën, në rastin që një person ka patur virusin, por ende nuk ka simptomat, çliron aromë brenda 30 minutash. Në testet e zhvilluara në laborator, eksperimentet kanë rezultuar të suksesshme dhe sensorët nuk kanë dhënë efekte anësore që të ndikojnë në ndryshimin e funksionimit qelizor. Pas këtyre testeve, autorët e studimit bëjnë të ditur që së shpejti pritet të nisin edhe testet klinike tek njeriu. Aktualisht ka shumë mënyra për të diagnostikuar gripin, por asnjë nuk arrin të zbulojë para shfaqjes së simptomave. Dhe për më tepër, kjo metodë e re do të ishte jo e kushtueshme dhe aksesueshme për të gjithë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.